bërën personale ose që të ne nominale të strukturave shtetërore që përfaqësojnë shtetin. Jo shini, dialogu po vazhdon, e keni pa ka orë që 2-3 herë në Kosovë, këtu ka shku në Sorensen. Ato detyrime, do thotë janë aty dhe ato nuk Kosova s'mund t'i anulloj. Dhe ato po vazhdojnë, do thotë, këto tjerat, Kosova më fali mu po vjekes, po do të me përsërit. Ne patëm gjitha organet e shtetit dhe Kosova nuk hyri në Këshillin e Evropës. A është ashtu? Po. A është ashtu? Ne e djegum një shansë që ka qenë, unë besoj gjoja humbja ma madhe që mund të ndodhë një shtetit dhe një popli, për shkak se 2 miliona soj jem ne tash me regjistrimet e fundit, privohem nga drejta më ju drejtue gjykatës së Strasburgut, qytetarët tonë, për padrejtësitë, për shidha ta në Hagë që janë. Jo shini sa procedura atje do të thonë në ndodh edhe ka diskrepancë, do të thotë dhe s'ka kurfar kontrol atje. Gjitha këto do të thotë qytetari jonë është do të thotë i privuar nga ato. Organet kanë qenë gjitha kushtetuese, gjitha legjitime, brenda mandateve tyre kushtetuese dhe ligjore, edhe ka dështuar ajo. Edhe sot po të ishte, imagjino çka do të ishte ma shumë. Këshilli Evropë, Këshilli Ministra më duket tash fërka dhe sos në randite. Se s'po shtime i në randite kur dush ti. Po. As sankciones ti e kur dush ti. Absolutisht jo. Nuk mundet një gjë tjetër. Për këtë çështje ekzistojnë procedurat. Zotëri Asani, po shoh që edhe njerëzit po shkruajnë dhe po pyesin, edhe ne jemi direkt edhe unë i adresoj edhe çështjet që natyrisht i kanë ata. A mund të ketë zgjedhje të dyfish? Ta marr parasysh se sot këtë vit jemi në një vit zgjedhor, priten zgjedhjet lokale të ndodhin sipas kalendarit të rregullt që bie 6 muaj pak më vonë. A i bie që shembull nëse ka dakordim politik të palëve, që mund të kërkohet eventualisht rilegjitimimi politik nëpërmjet votës së qytetarëve në një shtat të njëjtë eventualisht apo ajo është prognozë politike, do thotë. Mund të them. Jo, juridikisht është e mundshme. Jo, juridikisht pa masit konstituohet kuvendi, ata veç mundin mu marrë, se duhet forcat politike mu marrë vesh, nuk mund t'ja imponosh përveç në qofë se dështon formimi organeve, me automatizëm shkot. Qofë se s'ka automatizëm dhe shkot me shpërbëre prej 2/3, atër s'mund t'ja imponosh zgjedhjet tjerëve, sepse mundohet që t'i bojkotojnë zgjedhjet krejt. Dhe një parti s'mund të shku në zgjedhje, atër bëhet të thotë problem, edhe thellohet ky problem, kjo s'është kurgjë, çfarë mund ndodh. Prandaj, me vullnet politik pasi problem mund ndodha, po unë pra po përsëris. E rarmane këndo qoftë që menon që as 2021 s'ka qenë vetëm vullneti politik 2021 ka qenë për me alon dyrt hapur